Si mund ta ndihmojnë lëkurën tonë përmes ushqimit dhe hidratimit? Për të patur lëkurë të shëndetshme, duhet konsumimi i ujit ose i lëngjeve të tjera në mënyrë të vazhdueshme. Rekomandohet zakonisht që një organizëm i shëndetshëm të marrë 8 gota ujë në ditë, që janë pak a shumë janë 2 litra ujë. Megjithatë, jo të gjithë pavarësisht thonë kemi pirë, tani dhe gota varet në çmallësi do të jetë, por njerëzit nuk arrin ta kontrollojnë dot marrjen e ujit edhe për arsye të marrjes me aktivitet gjatë ditës, por do ishte shumë mirë që për të patur lëkurë të shëndetshme të merret ujë në sasinë e duhur. Pra të merren rreth 8 gota ujë në ditë. Njerëzit tani kanë filluar e masin dhe me gjysmëlitërshet e shishet e ujit, që është akoma një gjë më e mirë. Nganjëherë uji nuk është se të pihet, por duke patur një shishe me ujë gjithmonë me vete, duhet ta pish për atë se i duhet organizmit tënd. Është një, le të themi, një ushqyesi më i mirë madje. Shpeshherë pediatrit rekomandojnë që fëmijët të marrin sa më shumë ujë dhe ujë i pastër, pra jo lëngjet e tjera, duke përjashtuar lëngjet e frutave do të ishin shumë të mira, po jo në trajten e lëngjeve të konservuara ose me gaz, ose në trajten e pijeve alkolike si birra e tjerë që mund të pihen në sasi, nuk e zëvendësojnë ujin. Dhe pediatrit për shembull për fëmijët rekomandojnë për të mbrojtur nga dehidratimi në verë ose kur kanë problematika të tjera që çojnë në dehidratim të lëkurës ose të organizmit, siç janë diaret ose virozat e shpeshta, rekomandojnë dhënien fëmijës të ujit të pastër, jo të solucioneve të tjera.